Pogradeci surprizon në Vlorë duke mundur flamurtarin me shifrat 1-2. Kjo humbje i hëngri kokën edhe trajnerit italian të flamurtarit, Andrea Agostinelli, i cili me njërë pas takimit është shkarkuar nga presidenti klubit Sinan Idrizi. Vlonjatë do të kishin disa raste e do të nisnin mirëndeshjen, por më pas do të çorientoheshin në minutat në vijim. Edhe pse Batha, MMA, Trashi apo edhe lojtar të tjerë patën disa raste, u mungonte finalizimi. Pjesa e parë do të mbyllej pa gola, ndërsa shifrat do të zhbllokoheshin në pjesën e dytë, por do të ishin miq që do të kalonin të parët në avantazh. Zguro shfrytëzon gabimin e Kaloshit dhe kalon miq në avantazh dhe rezultati shkon në 0-1. Tenton të bëjë diçka flamurtari, por goditja e Diavaras ndalet nga Kasmollari. Vlonjatët nuk do t'u besonin syve, pasi do të vinte goli i dytë në minutën e 76, ku Pius do të mposhte portierin Kaloshi, duke çuar shifrat në 0-2. Ky moment sjell edhe largimin nga stadiumi të tifozëve. Pogradecarët marrin vrull edhe në minutën e 79, por pengu prek vetëm shtyllën. Ndërka Qalmuça do të dilte me karton të kuq pas një ndërhyrje të gabuar, ndërsa Lorenz Trashi do të linte i dëmtuar ndeshjen pas një përplasje me kapitenin Denis Pieshka. 5 minuta shtesë në fund, ndërsa flamurtari do të shënonte me anë të MMA, duke i çuar shifrat në 1-2, por pa ndryshuar historinë e takimit. Andrea Agostinelli nuk e dinte pas takimit se ishte shkarkuar, pasi Sinan Idrizi e mori këtë vendim direkt sa pora birbili i përfundimit të ndeshjes. Por italiani për televizionin 6+1 Vlora tha se kjo ishte një ditë e keqe dhe se përsëriti se objektivi është Superliga. Sì, avvicina il Besa di un punto. E questa è la classica partita dove në këtë ndeshje nuk kanë shkuar gjërat ashtu siç duhet. Nuk ishte rezultati i favorshëm për ne. Nuk kemi çfarë të bëjmë pasi futbolli kështu e ka. Mendojmë se kjo ditë nuk ishte jona. Kemi bërë çdo gjë keq, edhe nga rezultati. Edhe ndeshja nuk ka shkuar siç duhet. Për në Burel do të shkojmë që të marrim pik. Synimi patjetër që është Superliga. Një ditë si kjo që ishte në disfavorin ton, erdhi edhe për shkak të dëmtimeve. Djem duhet të rinë të qetë dhe të përqendrohen. Për sa i përket dëmtimit të Trashit, do të shikojmë nesër se çfarë ka. Dobbiamo vedere domani, perché oggi è stata una giornata tra infortuni ed espulsioni, squalifiche, ci ha creato dei problemi. Ndërsa trajneri Pogradesit Ardian Mema për televizionin 6+1 Vlora thekson se i dinte vështirësitë e kësaj ndeshje në Vlorë. Them drejtën, e kisha përgatitur si ndeshje, por që ishte shumë e vështirë sepse Vlora ka kualitet dhe është ekip shumë cilësor. Pavarësisht se në futboll ekzistojnë të tre rezultatet, dhe fitore dhe barazinë dhe humbja. Por që kështu na ka ndodhur gjithë. Por që them drejtën, Vlora na ka vënë gjatë gjithë kohës vështirësi, pavarësisht nuk nisem nga rezultati, sesa nisem nga mënyra se si u ekzekutua loja, qoftë fas sulmi dhe fas mbrojtje nga lojtarët tanë. Megjithatë, jam i kënaqur sepse fituam me një ekip shumë të vështirë, edhe një ekip që ka goxha cilësi dhe kjo na gëzon edhe na mban brenda play-offit. Kjo ishte sepse e kemi si detyrë për këtë. Pogradeci e para është që të dalin në play-off. E dyta pastaj është se si do shkojnë gjërat në play-off, edhe kjo është ajo pjesa që kemi akoma ndeshje, kemi rrugë gjatë, po themi. Megjithatë, unë kam gjetë ekipin si thosh, një ekip me shumë lojtarë dhe kemi bërë dhe zbrazjen e ekipit, them drejtën, në janar. Nuk kam shumë prurje, sepse janari nuk është se të sjellë shumë prurje, por megjithatë jemi munduar të organizuar me këto lojtarë që kemi dhe kemi bërë dhe lojra të mira, them drejtën, ashtu sikur kemi bërë dhe lojra të qetë dhe rezultate jo të mira. Por humbja me Pogradecin ndogji shumë në Vlorë pasi klubi ka objektiv madhor. Me njërë pas takimit, Sinan Idrizi shkarkoi trajnerin Andrea Agostinelli, ndërsa televizioni 6+1 Vlora e mësoi lajmin ekskluzivisht. Gjithashtu mësohet se trajneri i ri do të jetë Artim Pollozhani, që gjatë këtij sezoni qëndroi në krye të Ballkanit për disa ndeshje. Si për ironi të fatit, Pollozhani ishte ai që ndërtoi në nisje të sezonit këtë skuadër në rolin e drejtorit sportiv, dhe duket se pikërisht sipas Sinan Idrizit, ai është njeriu i dur që i duhet skuadrës në këto momente për ta çuar në Superligë. Flamurtari mban vendin e dytë në kategorinë e parë, duke qenë 6 pikë përpara Besës. Objektivi mbetet Superliga, që sigurohet me njëherë nga 2 vendet e para. Sinan Idrizi vendosi të marrë vendimin drastik të shkarkimit të Agostinelit e bashkë me italianin shkarkoi edhe të gjithë stafin teknik.